Gjatë këtyre ditëve është duke qarkulluar një lajm se Naima Bazi dhe Mihrie Braha janë ndarë. Lajmi që u përhap fillimisht në për disa portale tani më ka zënë vend edhe në për televizionet tona. E së fundmi kemi marrë një prononcim nga vetë Mihrie Braha për këtë lajm. Pra, Mihrie Braha thotë se jemi ndarë unë dhe Naimi, por vetëm për disa ditë. Kjo nuk është ndarje apo divorc, por është ndarje fizike. Për ta kuptuar se për çfarë ndarje bëhet fjalë, ndiqeni prononcimin e Mihrie Brahës në videon në vijim. Për gjithë ata që më kanë thonë shko të vjerit se si këshim punë mirë, mike, apo nga ka zënë si që ndrëm puna me ty e babin, a jeni ndo? Po. Jena ndo për një 2 javë dit. Për 2 javë dit? Po. E tash a jeni bashku? Mas 2 javë bashkohemi prapë. Tani Ndohemi pra për 2 javë? Ndo apet për 2 javë. E pse ku kime shku? Në Amerikë. Me kënë? Me ty? Kemi me pas një udhtim të radhës me miket, edhe po mendoj me bu video pak ma shumë për rrugtim. A më përgjigjen e murt.